nesër kemi shumë të rëndësishme, kemi gjithë këtë Edi Furën të famshme, kemi një natë gjakovare, me të gjitha, me 3 grupe të rëndësishme, me 3 breza që trashëgojnë traditën gjakovare. Duke filluar nga një grup fantastik që unë e adhuroj, që janë djemë të ri 15 dhe 19 vjeçar, adoleshent që merren me muzikën më të mirë shqiptare. Kanë krijuar një grup. Janë ta djemë nga Gjakova? Janë Gjakovar, pra 15 deri në 20 vjeçar, që prej 2-3 vitesh tashmë kanë krijuar një grup të cilët bëjnë një muzikë fantastike të mirë shqiptare dhe më emocionojnë jashtëzakonisht shumë sepse tash duke u marrë shumë me muzikën popullore, më emocionon ideja që adoleshent, fantastik, simpatik si që janë ato djemë, mbyllen dhe këndojnë fustanin me pika, apo o bil, bil, këngët tona më të mira. Ndërkohë që janë shumë kuller, klas, elegant, simpatik, modern, nuk ka gjë më emocionuese dhe janë vërtet talent të jashtëzakonshëm.